tjetër që neve muaj bekuar Ramazanit në ndryshon është edhe në atë aspektin pos që ka të reflektimin e ndryshimit aspektit shpirtëror, pra, se devotshmëria ka të bëje komplet me aspektin e anës shpirtërore, ngritjes shpirtërore, formimit të tij, ndërtimin e karakterit, të qëndrueshmërisë, të sabrit, të durimit, gjitha këto të cilat i bie muaj bekuar Ramazanit, njeriu nuk është vetëm shpirt, po është edhe trup, është ajo ana fizike e njeriut. Është e vërtetuar shkencarisht, jo se se ndoshta dikush mund të na keq kuptoj neve, se ne çojmë ujin tek mulliri jona, si folet ajo, diku e çon ujin, po në krah të këtij ibadetit të madh është edhe shkenca, medicina, e cila kur flet se çfarë ndryshimesh ndodhin ditët e para të fillimit të agjerimit të Ramazanit. Sot bota ka problem. Sot numrat të cilat janë standardet që kanë qenë në veshje S, M, L, XL, sot nuk bëjnë për njerëzit. Nga se ne kemi ndryshuar në anën fizike, shkaku i mbi peshës. Dhe shtash mendoj që ndrohen komplet këto përmasat të cilat i kanë reguluar më herët viteve 50-ta, 60-ta, nga se probleme janë prodhuesit të cilët prodhojnë vesh mbathjen, po dhe nga ana tjetër ata të cilët kanë nevojë për t'i blerë ato, kanë problem se nuk u bëjnë. Kjo është si shkak i mbi peshës së madhe. Edhe që mbi pesha pastaj, pos kësaj kjo është një problem më i vogël në krahasim me atë, jemi të rënë dhe thehet karikja ose puna, por ajo ana e jetës së shëndetshme dhe dëmi që i bën mbi pesha shëndetit të njeriut janë pra dhe thoja paraqitje smundjeve të shumta të cilat sot janë të përhapura dhe ajo është vetë mjekët e kanë definuar se është shkaku i mbi peshës së madhe. Edhe çfarë ndodhet? Puna e parë kur shkon njeriu i cili ka të kalu disa kilogram tek mjeku, ai një herë kërkon nga ai që të bëjë dietë. Dhe sot në dunjë, mjekimi më i mirë për largimin e mbi peshës është dieta. Çka ndodhen me ne kur jemi gjatë ditës agjërueshme? Apo gjatë gjithë muajt? Në një muaj ditë organet e tretjes i lam të pushojnë. 11 muaj i kemi lodhë. Sigura e maqina, kur vetura kur ecen, ajo ka nevojë për të ndalë dikundi sa do t'jetë. Maqina e Rolls-Royce-it ose kujdo, maqina që janë të dëshmuara në botë, ato kanë nevojë për pushim, që motori të stabilizohet. Dhe Allah nuk rastësisht pse ka dhënë agjërimin. Agjërimin e ka dhënë që njeriu ka nevojë, pas asaj anës tjetër që folëm, që në aspektin fizik, që trupi i tij pra të stabilizohet. Që nga organet e tretjes e andej, sa që mjekët që merren me trupin e njeriut, thonë se puna e parë që agjërimi është se bie pra e zvoglon peshën e trupit të njeriut, nga se me pushimin që ndodhen gjatë ditës, nuk folim që ata të cilët pinë duhanin për fitimet të cilat i kanë. Gjatë ditës 24 orë, ka undal, ka burët, thot hoxha, unë nuk pi një paqet, unë i pi 2-3 paqeta. E kur agjeron, a e din për fitimin se sa jepet mundësia që ai të ketë një jetë pak më të shëndetshme, që sa kërkon mjeku që ai t'i largohet duhanit, dhe pikërisht bindjen që ka, se i ka dhënë besën Zotit se do të agjeroj, ndonëse se agjerimi është një ibadet i cili është mes Zotit dhe robit. Se mund ndodh në qarshi të takosh me dikandin edhe ulesh edhe i thue, kur nuk është agjerushëm, kur nuk është Ramazan,
Dhe i thua, bënëm të apim një kafe, më thot falënderit, thot se është dita e hanë, është suneti pejgamberit dhe unë agjeru shumë jam, ndalesh edhe stepesh, a? Pra, ne nga jashtë mendojmë se ai normal e bën atjetën. Jo, thjesht aja ka dhënë Zotit besën dhe agjeruesi për hatrin e dunjës nuk e prish besën që ka dhënë Allahut. Sikur gjithë dunjaja të kërkojë hatër. Pikrish pra, falni, puna e parë është se gjitha yndyrnat të cilat ne i kemi deponuar në trupin tonë brenda 11 muajve, është mundësia e madhe, rasti më i mirë që trupi të pastrohet nga yndyrnat, të pastrohet nga qelizat të cilat janë të dëmshme, këtë nuk e flet hoxha, këtë e thot medicina, rregullimin e sheqerit në gjak, stabilizimin e tensionit dhe shumë dobira tjera të cilat i sjell ky ibadet i madh.